Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gjithve. Ky selam jonë është prej Mekës, po? Po. Ju përshëndesim këtë me fjalën më të bukur, me selamin, me përshëndetjen më të bukur, pra Assalamu alaikum. Kështu është kaderi caktimi i Allahut Azza wa Jall që të takohemi me vllahun ton në Mekë. Takimi jonë në Mekë na rikujton ndedh dhe takimet, kujtimet e kalume në Mallmo. Kështu që Allahu Azza wa Jall na pat mundësu me u takue me nete, me kalu ditë të mira në davet. E lusë Allahun Azza wa Jall që të na kish dhonë sinqeritet dhe të na kish pranu punë tona. Amin. Andaj ne këtu duhet kujtojmë se pejgamberi alayhisalatu wassalam ka thonë al-arwahu junudun mujannada, shpirtat janë sikur se arradhët e konsultuar mirë. Na pe këtij vendi bojmë dua që Allahu Azza wa Jall me u mundësu edhe juve me ardhë, qysh na ka mundësu neve dyve këtu tani. Dhe nëpërmjet kësaj kamereje po i përcjell me disa selame për miq dhe dashamirë tonë. Për gjithë ata të cilët i duam dhe na duan, për gjithë ata të cilët po na dëgjojnë e po na shikojnë, e rikujtojnë fjalën e Allahut, Allahu waliyul ladhina amanu, Allahu është përkrahas, mbrojtës e atyne të cilët kanë besu. Allahu na boft prej besimtarëve të mirë dhe të sinqertë. Amin. Allahu na mundsoft të jetojmë për dëshminë shahadetin, sentencën islame la ilaha illallah dhe të vdesim me këtë dëshmi. Dhe Allahu Azza wa Jall na takoft që me këtë na mundsoft që në takimin në ahiret të hyjmë në xhennetin e tij po me këtë dëshmi. Amin. Am kishe leju tani nëpërmjet juve ta përcjellni porosi për miq dhe dashamirë tonë. Patjetër. Po e ndajmë një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku i dërguari Allahut jep 3 porosia, ato janë: e para, ittaqillah haythu ma kunt, ke frikë Allahun kudo që tish, Allahu na bof prej tyne. Amin. Dhe porosia e dytë, wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha, po e bone një punë të keqe, një gjuna, nuk ka njeri pa gabime, bone një të mirë e shlin ato, na boft Allahu pe atyne që ne pendohemi për çdo gabim që e kemi bo me dija apo pa vetdije. Dhe porosia e tretë është wa khaliqin nase bi khuluqin hasan, dhe me njerëz silloni mirë. Allahu na mundsoft së pari na me u përmbajt tyne 3 porosive. Amin. Ti përmban dhe ti zbatojnë jetën e tyne këta që po na dëgjojnë. Amin. Por kjo nuk duhet me përfundu me kaq, por këta që po na dëgjojnë dhe po na shikojnë, ta përcjellin këtë porosi edhe tek të tjerë. Allahu na dha sinqeritet në çdo gjë. Amin. Allahu shpërblef që na mundsove ndajeve pak kohë me u taku këtu. Amin. Allah, amin edhe juve. Allah ju nderoft, Allah ju shpërblet për këto këshilla tamla që po na jep. Edhe inshallah vetëm vazhdo, se jemi duke të përcjellë edhe në për rrjetet sociale që me të vërtet vetëm se fjalë tamla po dalin prej gojës sate. Inshallah vetëm vazhdo na rrugë. Allahu na dha sinqeritet. Amin. Dhe kabul pranim. Po ashtu edhe djali që po na injizon. Allahu e rujt, Allahu i dhasht mira. Amin. Allahu ja lehtësot rrugën e ilmit, rrugën e dijes. Allahu subhanahu wa taala e boft alim dhe trim. Amin. Amin. Guzimtar. Amin. Allahu na takosh çdo herë. Edhe njerë se kesh tu harru. Ashtu Allahu Azza wa Jall që na mundsoi këtu me ardh, Allahu na mundsoft prap dhe gjithë ata që po na shikojnë dhe po na dëgjojnë. Amin. Sa më shpejt dhe sa më shpesh ju pafshan me ke. Thuj amin. 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 Selamu alaikum. Aleikum selam. Allah ju nderoft.